politikën e tij të hapjes, e cila ka qenë, besoj unë, kapitulli më i suksesshëm i 12 viteve të tij. Në këtë kohë konflikte Shqipëria është shndërruar vendi më me pa probleme. Më pa probleme. Na ndihmojnë thojza të temi edhe një farë pozicionimi i jashtëm dhe agresiv i Albin Kurtit në Prishtinë. E vërtet, edhe pozicioni i Kosovës i bllokuar e nxjerr edhe më liberal dhe më të hapur dhe më pozitiv pozicionin e Shqipërisë, që është krejt ndryshe në raport me qeverinë kosovare. Martin, megjithatë, Skënderi u shmang pak përgjigjes drejt për drejt nëse një politikan duhet ta luajë kaq fort kartën e integrimit sa të vejë në flamur elektoral të fushatës së tij. Mendoj që po, dhe Edi Rama, me thënë drejtën, në mandatin e 4 që pretendon dhe unë mendoj që e ka të sigurt, është pjekur edhe si politikan, sepse nëse në zgjedhjet e mëparshme nuk kemi parë një fushat kaq serioze sa që po e bën tani, kur kemi parë dajre Tepsi, Tigana e Prisi, s'ka fillu akoma, ha? Po, unë mendoj që... Nga përvoja ime modeste themun, do dalin diku dajret. Do dalin diku dajret, pak më vonë. Po. Fakti që ka marrë si kal beteje pasaportën europiane ose integrimin europian, një... Pasaportën, pra ka publikuar pasaportën që jam 100% i sigurt që e ka vizatu dhe vetë. Pa këto elementet biometrik, sigurisht. Edhe atë karikaturën. Jo, tem e pash atë, nëse ajo do jetë pasaporta, duket që e ka vizatu vetë, po. Sigurisht që është një problem shumë sensitiv për shumicën e shqiptarëve, të cilët atë pasaportën europiane e ndërrojnë gjithandej. Studentët tanë ikin në Europë, jo thjesht për të studiuar, por edhe për të patur mundësi, për të punësuar dhe në fund për të hargjuar atë periudhën kohore për të marrë një pasaportë. Me që djetë e studentë për portfolio çfarë përfitime shka, se janë këto gjërat e tjera, e përmendi fitimin me drejt që ne jemi një vend me ekonomi bujësore dhe sigurisht ekonomia bujësore do përfitoj infrastruktura sigurisht, reformimi për administratës publike, por për njerëzit e thjeshtë, një para herë, Telegrama luan shumë bukur me këtë, sepse janë detajet të cilat ne gjithë i ndeshim. Sa prej nesh, besoj të katërt ne dhe besoj shumë vete që na shohin nga ekrani, frustrohen ku kemi atë polisin gjerman që fillon na numërot ditët. Po pa dyshim. Kjo është e para. Apo fëmijët tanë që studiojnë jashtë me 3 fishin e tuishëm fis që studion një europian. Pra, se unë bëjmë kur mua më pagoj qeveria britanike, kur kam shkuar për masterin në Cardiff, kur kam parë atë tuishëm fi, Universitetin e Cardiffit unë si ekstra komunitar paguaja 11.000 pound gjithë vitin, ndërkohë një europian paguante 2.700 pound. Pra që këtu fillojnë ato... Vajza ime studente në Köln, edhe kur ka aplikuar, thot, vetëm 5% e kuotave janë për njerëz jashtë BE-s. Jashtë BE-s, po. 95% e kuotave janë për vendet e BE-s. Që këtu fillon temi... Pra një shqiptar aplikon si dikush nga India, si dikush nga Kina, si dikush nga Brazili. Po, ekstra komunitar, është ekstra komunitar. Pra vështirësitë janë të jashtëzakonshme. Pra dhe Rama luan me këto, luajti me këtë, e përmendin këtë çështjen e pasaportave, çështjen e faktit që tani secili prej nesh kur në 2013 do shkoj të jetoj, të punoj kudo, ta provoj veten vet kudo barabartë me të tjerët. Pra janë element shumë fort psikosocial që sigurisht nikojnë. Megjithatë më prapë mbetet pyetja, a duhet të ketë një politikan të drejtën që këtë kartë integrimi që duhet jetë bipartizane, mbipartiake, ta luaj kaq fort për zgjedhje. Pasi këtu pastaj dalim te rivali i tij, ka drejtë rivali i tij të ngrej flamurin tjetër kundër. Sokol, një politikan duhet matet. Kjo është politika, me atë që ka bërë. Kjo kështu funksionon. Pra, sidomos një qeveri në detyrë, nuk mund të thojë do përmendoj diçka që do ndodhi në vitin 2000 pas 5 viteve. Aq më tepër që çështja e integrimit evropian, ka shumë teoricinë që kritikojnë integrimin dhe dështimin e integrimit me Rumaninë, me Bullgarinë, edhe me vende të tjera. E kritikojnë sepse gjitha vendet që kanë aplikuar, gjitha vendet që kanë ndjekur procesin e integrimit, nuk kanë parë kalimin e sfidave, po kanë parë në kosto përfitim humbje. Pra e bëri që se fitoi këtë gjë. Ka shumë teoricinë, nuk po përmend emra tani, po që nga Kotorell me radhë thonë që duhet parë integrimi, jo çfarë fitoi çfarë humb. Por kaloj një sfidë, pra vendos një rend të caktuar juridik, një rend të caktuar ekonomik, rregulloj këtë gjë, pra rregulloj barazinë ekonomike, drejtësinë ekonomike, konkurrencën ekonomike, pra rregulloj gjykatën, rregulloj prokurorin. Kështu duhet parë. E parë kosto përfitim do dështoj se s'bën, edhe prandaj ka zgjedhur procesi i integrimit shumë, edhe për ne,
është dhe politika, si që ta Skënderi dhe Martini me drejt, po ama edhe nga me teknike. Gjithë Ballkani, as i vend Ballkani nuk e ka plotësuar kriteret e Maastrichtit. As bëhet fjalë që të pasraj, që ti plotësoj. Përveç ndoshta Kroacisë, rast të cilit Rama dhe i referohet. Me kujdes i referohet, se precedenti Sanader është i rrezikshëm, por i referohet më shumë rastit të Kroacisë se sa Rumanisë dhe Bullgarisë. Pra mendoj që ka dy aspekte, dy arsye pse nuk duhet ta përdorë një politikan integrimin evropian në fushat, mendoj unë. E parimisht duhet shkojë dhe thoj unë kam bërë këtë gjë. Shoh, Merkeli. Po mirë, ka bërë reformën drejtësi. Shiko, ai nuk po. Ka bërë reformë. Do të thënë, 12 vjet që e hapi mundësinë, si shtohet me drejt në nocioni e hapi, si thotë Skënderi. Pra, nëse e hapi idenë që le të vi reformën drejtësi, qoftë duke na u kthyer punë. Që jemi të drejtë deri në fund. Qeveritë shkojnë në zgjedhje për të dhënë llogari. Edhe ai e ka nisë qeverisjen në 2013, dhe ka nisë me premtime që do bëj 6% të vëshën për ushqimet. Pra sa gjëra kanë kaluar me që s'është marrë llogari për këtë punë. Pra, ai duhet flas për, mendoj unë, kështu do ishte drejta. Për çmimet, për ushqimet, për shtrehimin, për shkollimin, për arsimin, për shëndetësinë, për rendin publik, për trafikun, për drogën, për gjithë ato gjëra. Të tregoj një bilanc. Kam bërë këto gjëra, prandaj meritoj të marrë mandat tjetër. Nuk e bën dot këtë gjë. Kjo është e para, që do duhet ndodhte. Tjetra, integrimi nuk është diçka që duhet mat me këtë kosto përfitim. Sigurisht ai është politikan dhe ai e bën për të fituar zgjedhjet. Pra ai ka thashun, nga pikpamja e gjetjes elektorale është gjetje shumë e mirë. Aq më tepër që bëni kontrast, siç e tha Skënderi me drejt me Sali Berishën, se politika ka nevojë për kontrastin. Pra do shkosh dhe do bësh kontrast me kundërshtarin, se nëse nëse je një lloj si kundërshtar. Po Berisha mund të thotë për shkakun, shiko, po unë 2006-ën më sa unë në shkruaj me qeverinë time. 2010-ën, po e përmendën ata. 2010-ën vizat u hoqën nga qeveria ime. Për të 2014-ën, vërtet në 2014-ën, por ama ishte kontributi i qeverisë time deri në 2013-ën. Dhe ka drejt, patjetër. Edhe ka drejt. Edhe e përmend këtë gjë. Ç'ishte më sa ajo kontributi i qeverisë paraardhëse në anën. Patjetër. Megjithatë Skënderi në fushat Është proces. Po partitë përpiqen që të përvetsojnë disa gjëra sepse ju duhet fushat. Çështja është në analizë fundit qeveritë do maten mbi si jetojnë njerëzit. Në fund fare. Kjo është politika. Ti do shkosh të përgjigesh për atë si jetojnë njerëzit. Mundem pse. Po, Skënder. Fitimi ka drejt, por unë besoj se politika brendshme ose bilanci brendshëm, bilanci i jashtëm janë dy gjysma që nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Të mbështetesh vetëm tek njëra është deficitare, por do të ishte shumë mirë të mbështetesh tek dyja dhe atëherë bilanci do të ishte i plot. Natyrisht që Rama nuk ka bilanc në raport edhe me premtimet, por edhe me ato që mund të quhen objektivat arritura ose të pa arritura. Faktikisht, Shqipëria ka ende banor të saj që jetojnë me 150 euro në muaj, dhe kjo ka një kosto për investimet dhe punët publike që është jashtëzakonisht e lartë dhe shkon kufite e të pakuptueshmes. Natyrisht që politikat sociale, duke qenë dhe qeveria e majt, çalojnë kaq shumë sa që është vështirë ta shohësh se është një qeveri e majt. Natyrisht që është e pakuptueshme fjala vjen që në kohë pandemie ti japësh 10 milion euro kompanive dhe familje shqiptare ti hedhësh pak mira lek, cilat realisht nuk është se dalin. Pra, bilanci i brendshëm i Ramës, sidomos në pikpamjet të asaj që quhet shteti social, nuk është pozitiv. Gjithashtu, punësimi, investimet në fushat ekonomike që krijojnë shumë vende pune, po që janë dhe vizibël. Gjitha këto janë gjëra që nuk mund t'i shesësh dot sot, ende, ose nuk i shet dot si suksese. Çfarë shet? Hotelerin, shërbimet, paka shumë biznesin e vogël me bazë familjare, por ende jo, Shqipëria nuk ka hyrë në atë kuadratin ose në atë formatin e madh të një zhvillimi të mirëfillt ekonomik, ashtu siç do donte çdo vend i Evropës. Praktikisht vazhdojmë të mos prodhojmë asgjë. Prodhojmë shërbime, ofrojmë shërbime. Me fjalë banale, jemi një vend ende barmenësh dhe kamarierësh dhe personash që... Po, mësë shumëti. Pra, vim tek pjesa tjetër, politika jashtme. Tani, kur komisionerja e zgjerimit e pa shtyr nga asnjë faktor shqiptar, besoj unë, por e shtyr nga arsyet e veta, që janë edhe më të fuqishme se arsyet tona.
ajo thot që unë do të doja që Evropa në zgjedhje, dhe këtu jam dakord me Fitimin, që Evropa në zgjedhje të shihej si një agent konkrete standardesh, dhe jo si një retorik podiumesh dhe mitingjesh. Këtë e pranojmë. Problemi është që ato kapitujt e famshëm, ato 35 kapituj, sa pun ka aja kia brënda aki komunitari, që është fushat e politikave. E jashtëzakonshme, mbi 15 faqe ligje, dhe ato shtohen, mund të kena arrit 20.000 tani. Kalen tjera, po. Pra, këtë Europën e semaforve dhe tabelave, si po i afrohemi në kësaj? Po e ka përcem. Ky është problemi. Po e ka përcem. Do t'i marrim tabelat për para, apo do t'i respektojmë? Duke mos mohuar, unë kam një mendimin tim të kjo që kam mendim vjetër Skënder. Me thonë vërtetën, nuk besoj që ka në i vend, përveç atyre që i kanë shpik këto regullat, pra po flas Italin, Gjermanin dhe Francën, që është tresha kryesore qymë 51-shën e themelimit të Unioni Qymyrit. Tregut Përbashkët Evropian, nuk mendoj që asnjë nga këto vendet e tjera përjashton ndoshta Britaninë e Madhe i plotëson këto kushte. Me thënë vërtetën. Pra nuk besoj që ka plotësuar Portugalia me Spanjën. Edhe Italia nga mesë e lartë. Në funditeve 70, apo Irlanda dhe Greqia në vitet e 10, apo po shkojmë pastaj ka Rumania dhe te Bullgaria që gjithë e nisjam. Unë kam atë idenë time që nëse ne do i kapim këto standarde ç'punë kemi ne me u fut në BE, se BE ka dhe kushte pastaj. Ne rrim si Zvicra, rrim si Norvegjia. Pra ne do futemi në BE, apo jo, do futemi që t'i përshtatemi atyre me dru, kur i thonë rregullave të Bashkimit Evropian. Po këtë nuk e bëjmë, po e bëjmë përpara çfarë kuptimi kanë. E para nuk arrim kurrë, kam përshtypjen, që ne diskutojmë, nuk arrim kurrë, pas ndër. Se ne këtë vend jetojmë, ju nuk e përmenda në editorial më kota të rastin e kësaj pulës me salmonel. Se gjithë kujtojmë ato pulat me salmonel. Mbyllën negociata në 2007 po ju kujtoj është mesi i mandatit të qeverisë ardhshme. Kushdo qoftë, Rama Berisha. Këtë dhe diskutojmë. Po, dakord, e diskutojmë. Nëse përputhen këto dy kalendar. Mi prami dakord, kuptojmë. Po nese, ajo vendos mbylljen e negociatave Sokol 2027. Ajo tha bile dhe ajo tholi për integrimin përpara 2030. Po patjetër, ndërkohë që ky thot 2030 thot Rama do të jetë. Shqipëria 2030. Ajo thot para 2030, ndoshta i referohet faktit që parlamenti ne bëhemi pjesë e parlamentit pra dhe Këshillit Politik me statusin e përshkuesit. Po. Ndoshta, edhe kjo ndoshta. Pra tjetë një gati vëndëntar. Hapasapi, po. Hapasapi. Tani, kush nuk do t'a luan të këtë në qofë se ty, Komisioni Evropian, që është qeveria Evropës, të thotë që ti, në mesin e mandatit qeverisës... Ashtë për mandat 4. Mandat 4, e kupton, do me thënë, mandat 4, Edi Rama, unë mendoj që nuk kishte është me detyrim dhe përcaktim kjo që po bënë. Nuk kishte sukses më të madh se ajo që unë e quaj hapja. Pra, një Shqipëri që ndërton aeroporte, që hap kufit, që shton në mënyrë eksponenciale turistët, që ka aeroportin më të madh për momentin të Ballkanit Perëndimor, po themi, që ja kalon dhe Beogradit. Pra dhe kjo është një komponente apo jo? Sigurisht. Pra, një Shqipëri që hapet dhe që shkon, siç luhet dhe propaganda elektorale, drejt Evropës, se aty do shkojmë, s'kem ku shkojmë tjetër. Ngelet vetëm Rusia dhe Lindja. Nuk mund të mos luhet. Unë besoj që është një kartë shumë komode, pa asnjë lloj kosto, dhe ai e lidh, siç e lidh edhe në Greqi, e lidh me faktin që këtu një javë pas zgjedhjeve vijnë gjithë krerët e Evropës, dhe që ky gjithashtu është një aspekt dhe një tregues i vockul, por domethënës, i marrëdhënies preferenciale dhe shumë të mirë dhe dinamike që një samit politik i Bashkimit Evropian do të organizohet në një vend jashtë bashkimit. Por është si puna e atij lojtarit që ka të dhënat, konstruktin fizik, shpejtësinë e ca dhëna bazë, po të tjera do t'i mësoj gjatë lojës. Pra, ne do futem bashkë. Sigurisht duke qenë në lojë. Duke qenë në lojë, po jo më duke qenë në sol. Jo duke qenë në sol. Mirë, duhet shkojmë publicitet, fakt se kalojnë minuta dhe do kthehemi pak dakord, po pse atëre Berisha thot jo, kur Brukseli thot po. Dhe në fund fare, si Rama ka drejt luaj me integrimin në mënyrën e vet, a ka drejtet Berisha të hidhen kundër sulm. Rikthehemi pas pak. Njihuni me familjen, ku të gjithë sfidojnë njëri tjetrin. Lojë se zgjidhun. Babi, zgjidh probleme që nuk ekzistojnë. Gjyshja që bën namin online. Sot mirë, jam bërë mirë sot.
Kush tha që ishte për kafe? Fëmijët që kthejnë shtëpinë për mbys. Por në fund, ajo që e di se çfarë duan, jam unë. Çdo familje meriton Mix & Max. Kombino mobile, fiber dhe TV për më shumë përfitime. Zgjidh një nga paketat e kombinuara dhe kurse deri me 4.700 lekë në muaj. Për te limiteve, me rjetin One, që i ofron të gjitha në një, për ty. Popò, hola. Mamma mia che favola. Favola, hola. Bella nata fao, hola. Hola, hola. Hola la. Oui, hola. Në çdo gjuhë, shia e ka emrin Ola. Mia Ola, gjuha e shijes që na bashkon. Nga Atlas. Hungareze që vuajtëm gjithë diare kolektive në fund viteve 80, kur ato vinin se ishin pula të skaduara, pse se s'kishin për ngrënë. Është e pa imagjinueshme që në Shqipëri të futen pula me salmonel në vitin 2025. Po ja që ndodh. Kalojnë gjithë filtrat dhe të konsumohen. Po kalon ako unë, pra, se këtu është probleme, sa ti mund të sjellësh çfarë do gjë, puna është ai. Keti për shembull Kosova këtë filin e ka shumë fort. Po, absolutisht. Pse atje funksionon, kene nuk funksionon? Bashkimi Evropian, një nga po të flasim për rregullat. Ka shumë rigoroze politikat e kontrollit ushqimor. I ka qenë 86 që nga akti unik evropian. Po kalove atë test e fut në BE. Sa paketa po Delor 1, Delor 2, domethënë s'pa përhyn detaje teknike, jashtëzakonisht strikte çështjet e kontrollit ushqimor. Madje ne dimë që shumë ushqim pranë nuk shkojnë të eksportohen, edhe prodhime bujqësore tonat, sepse kërkojnë verifikime shumë, ne çojmë domatë në Romani, atje në Ukrainë, në Rusi, nuk i çojmë dot domatë në Francë. Është vërtet. Për shkak të këtyre. Edhe kemi raste konkrete kur çështja kontrollit ushqimor është dështuar ndonjëherë në analiza, po flas për këtë. Po edhe që të futen këtu, dhe kjo është e tmerrshme, që futen këtu, mendoj që mbeturinat e botës, dhe kjo është tmerr. Shiko. Pra që ti nuk ke akoma sot një organizëm, dhe unë këtë them, nëse ka një gjë që kjo mazhorancë nuk ka bërë dot, nuk ka ngrirë dot të institucionet të ashtuquajtura të pavarura, të cilat funksionojnë në mënyrë të pavarur, AMA, AKU-ja, avokati populli, inspektoriatet, pra këto që janë baza edhe administratës publike, e kontrollit dhe të ligjshmërisë. Që kontrollojnë ligjshmërinë e vetë institucioneve që janë politikisht drejtuara, siç mund të jenë edhe ministrit. Po unë mendoj që ne do të hymë në Bashkimin Evropian duke qenë në lojë, jo për shkak të gjeopolitikës edhe gjithë arsyeve që thanë edhe Skënderi edhe Fitimi, edhe ju në editorial, ne do të futemi duke qenë lojë jo në stolt. Do me thënë, ne për arsye politike, ne do futemi në Bashkimin Evropian, sigurisht kemi bërë disa hapa, por është si puna e atij lojtarit që ka të dhënat, konstruktin fizik, shpejtësien e ca dhëna bazë, po të tjere do t'i mësoj gjatë lojës. Pra, ne do futemi në Bashkimin, sigurisht duke qenë në lojë. Duke qenë lojë, po jo më duke qenë në stol. Jo duke qenë në stol. Mirë, duhet shkojmë publicitet, fakt se kalojnë minuta dhe do kthehemi pak dakord, po pse atëre Berisha thot jo, kur Brukseli thot po. Dhe në fund fare, si Rama ka drejt luaj me integrimin në mënyrën e vet, a ka drejtet Berisha të hidhen kundër sulm. Rikthehemi pas pak.